Përshëndetje, miq. Sot është një temë. Përse trupi jon ka një ritëm të ndryshëm nga shoqëria. Është vërtet që në këtë kohë ndoshta vetë e ndjeni ndryshimin që kemi në këtë epokë të shekullit 21, për të cilën është një energji dhe ndërkohë edhe liria, por po ashtu edhe guximi, edhe entuziasmi, akoma edhe më i zgjeruar, më i shtuar, duke krijuar në këtë moment dy realitete, dhe në njërin krah është realiteti për të cilën nuk e pranon akoma zhvendosje në tokën e re, dhe realiteti tjetër për të cilën janë njerëzit që e kanë pranuar ndryshimin dhe e kuptojnë se sa e bukur është jeta të jetojnë me qenien tonë, të lidhur me burimin krijues, ashtu si krijesa na ka krijuar, duke kërkuar shumica e njerëzve për të lidhur me këtë burim të energjisë që na ka dhuruar krijesa që kur kemi qenë fëmijë, dhe në që kuptim ka të bëjë me energjinë, pra ne jemi qenie njerëzore energji me mashkull femër, për të cilën pra jemi energji, gjithçka në këtë univers është krijuar nga energjia dhe ne origjinën e kemi nga pluri i yjeve, dhe duke qenë në këtë univers dhe ne jemi vetë universi, pra ne eci me ritmin e universit. Por çfarë ndodh? Përse ndërkohë që një pjesë kërkon të lidhen me energjinë, kërkon të lidhet të hapi zemrën, të marrin frymë, dhe ndërkohë është që të krijojmë edhe atë që të lidhemi me shpirtin, pra edhe kjo është që janë njerëzit për të cilën kanë pranuar ndryshimet dhe në këtë rast të zgjedhin për veten tonë, duke parë përse gjërat nuk shkojnë si duhet në lidhje me veten tonë. Ajo që do të kuptoni është që duke qenë se nga shekuj në shekuj ka një ndryshim, dhe në këtë rast shekulli 21 me shekullin 20, ne fillojmë të kuptojmë disa pyetje. Çfarë duhet të di? Çfarë duhet të bëj? Çfarë mund të shpresoj dhe çfarë është njeriu? Mësoni që me pyetjen e parë se çfarë duhet të di, është që krijesa, pra në këtë rast Zoti, universi, burimi i energjisë, ka krijuar në qenien tonë, pra në këtë trup multidimensional me dy energjitë, edhe në trurin tonë ka krijuar një zonë të vogël për të cilën ndryshe quhet dhe ora biologjike. Mësoni që kjo orë biologjike është që ecën me ritmin sezonal. Pra në kuptimin e asaj, krijesa ka krijuar 4 stinat, pra verën, pranverën, vjeshtën, dimrin. Krijesa ka krijuar drejtimet, veri, jug, lindje edhe perëndim. Krijesa ka krijuar në këtë shoqëri që të gjithë ne jemi dhe kemi ardhur në këtë jetë si qenie njerëzore për të ndihmuar, pra bebi ka nevojë për ndihmë, pra ne kemi qenë beb, erdhëm në këtë tokë, u mishëruam, pra të ndihmohemi, dhe jo vetëm të ndihmohemi, po dhe të mësojmë, dhe jo vetëm të mësojmë, por edhe të krijojmë, dhe që të gjithë ne këtë e dim, sepse ne i vazhdojmë. Atë që ne nuk dim është që ne jemi pa e kuptuar, ne jemi shkëputur nga shpirti, dhe pa e kuptuar e shumica në rolin viktim, ne nuk e dim që jemi energjinë, ne nuk e dim që jemi dritë. Por tani ka ardhur koha që edhe pse jemi në rolin viktim, me vetë shekulli për të cilën e kemi hyrë, dhe mos ju bëj çudi që shumica nga ju jeni zgjuar, sidomos në dekadën e fundit, që në 2012 edhe këtej, po them 2009, por 2012 për të cilën kanë ardhur frekuencat e larta të dritës në tokë, ndryshe mund t'i quajmë angjëjt e tokës, pra punëtorët e dritës, shërues shpirtëror,
hyje të qiellit për të cilën jemi të lidhur, si me qiellin, si me tokën, ne jetojmë. Qielli është shtëpia jonë, është mençuria jonë, është ajo që ne marrim informacion dhe jemi të lidhur në këtë univers të bollshëm, të pafundshëm, nga kontinenti në kontinent. Pra, po kështu është që ne jemi dhe me tokën mëm. Toka mëm është pjellore, pra është në vetvete, është gjallës. Pra, ju e dini, tani jemi në kohën e stinëve të mrekulluese, pra të fillimit të pranverës, dhe e dim që jo vetëm që ditë zjate, se është në hemisferën veriore për të cilën jemi pra Europa, se unë jam këtu në Europë, dhe në këtë rast është që ne jemi e ndjejmë frymëzimin. Pra çfarë do të thotë? Ora biologjike ecën me ritmin. Pra përse jemi të frymëzuar në pranverë? Përse jemi të ndjeshëm në verë? Përse jemi në vjesht të vetëdijshëm? Përse jemi në dimër të mençur? Pra që të gjitha këto punojnë me orën biologjike, ashtu si ndryshojnë stinët, ndryshon dhe qenia jonë. Po çfarë ndodh me ne? Përse ne duhet të dimë që trupi jonë nuk punon me ritmin e ndryshimeve të shoqërisë? Para ajo që të kuptoni, se ndoshta jeni i ri, ora biologjike ka të bëjë me këtë që pra krijesa na ka krijuar ne ditë natën. Dhe në këtë rast, dita është që lidhet me diellin, ne jemi aktiv dhe organet tona janë aktiv, pra jemi me mendjen tonë, jemi dhe me trupin tonë, sepse jemi energji, pra jemi gjatë ditës jemi aktiv. Gjatë natës është që ne jemi, edhe pse klen gjumë, quhet si ne jemi të vdekur, por në fakt shpirti punon dhe në këtë rast zemra, për të cilën është busulla e çdo individi që ka hirin ynor, që ka atë që quhet misioni juaj dhe drejtimi juaj, që të gjithë jemi ndryshe, që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë kemi mision dhe drejtim për atë që ne kemi aftësi për të bërë në këtë. Ne nuk kemi pse jemi të gjithashëm, ne nuk kemi pse shohim vlerën këtë të tjerët, ne nuk kemi pse bëjmë si bëjmë të tjerat. Përkundrazi, ne jemi që e krijojmë atë që ne dëshirojmë. Dhe në këtë rast, për të krijuar orën biologjike, që do të thotë një ritëm, ashtu si krijesa na ka krijuar për një gjumë të këndshëm, për një zgjim të zgjohemi të kënaqur me ditën, por edhe për të ngrënë shëndetshëm, ne duhet patjetër që dhe shumica nga ju e ndjeni në këtë ndryshim që njerëzit po kërkojnë të lidhen me burimin, me energjinë, pra me shpirtin, me hapjen e zemrës dhe për të marrë frymë. Dhe kjo është që secili nga ne po bëhet i vetëdijshëm dhe një nga këto është që ajo që po kuptojmë ne është që ritmi i gjumit, pra në këtë rast po flas orë biologjike, është i varur pra me ritmin e gjatësisë së ditës. Pra, dita, ju e dini, ditë natë 24 orë. Kjo zemër punon 24 orë. Dhe 12 ditës është pra organet tona janë aktive dhe 12 orë janë dhe pasive. Aktive fillojnë gjatë orës ku ne flen gjumë, pra fillojnë të bëhen aktiv. Në ç'kuptim? Në orën 1 të natës deri në 3 të natës, për shembull, është mëlçia. Në orën 3 deri në 5 janë mushkërit, në orën 5 deri në 7 janë zorra e trash, prandaj dilni në mëngjes jashtë. Në orën 7 deri në 9 është stomaku, prandaj ne fillojmë të zgjohemi, pra të zgjohemi dhe ku ne këto i kemi në ekuilibër, pra ecim në ritmin si ndryshojnë stinët, jo në ritmin e shoqërisë, për të cilën çfarë bëm tani në 20 mars, ju e dini që është ekuinoksi, pra ditë nata janë të barabarta dhe është një eveniment i rëndësishëm. Pra ne në hemisferën veriore ne fillojmë që ditët na bëhen të gjata. Por çfarë bën shoqëria, për të cilën do ja u jap në shenjën e dytë, atë çfarë ne duhet të bëjmë, është na krijon dritën artificiale. Pra, ju e shihni dritë artificiale sa nuk ka venat. Pra, kudo rrugët të ndriçuar, kudo drita, kudo në çdo,
edhe janë disa paqe që janë afër, pra janë bërë nga ana artificiale, disa paqe, është një mrekulli që të lidhesh me natyrën, por ka dhe drita sepse bëhet në mënyrë efektive për ne si qenie njerëzore, me qëllim që na krijohet lehtësira. Po çfarë lehtësira krijohet ku ne kemi dritën artificiale edhe gjatë nuk ka natë? Pse? Sepse shumë njerëz do të punojnë natën, pra në evolucionin industrial të shekullit 20 janë krijuar ndërmarrje, janë krijuar fabrika, janë krijuar ose dhe nga ana pra mbas viteve 90 që hyri edhe në thonjza demokracia, pra në mënyrë që të keni për punuar për veten dhe nuk është gabim, po bëhet fjala që është ajo lidhja që ne kemi në bazë për të përdorur pra atë që ne kemi një tru që na i ka krijuar krijesa me të vërtetë qenie që kemi mundësi për të krijuar, po çfarë? Duke qenë se ne jemi të lënduar, ne kemi krijuar dhe kemi dhënë ide për të cilat po kthehen kundra nesh, po bëjnë sklever. Dhe në këtë rast mos ju bëj çudi që shumica nga ju, duke patur një orë biologjike, jo në ritmin e krijuar nga krijesa, por në ritmin e krijimit sipas normave dhe të shoqërisë për të cilën ne i pranojmë, sepse ne i kemi pranuar, ne i kemi krijuar, këto po kthehen në kurrizin ton, dhe kjo është që nuk kemi gjumë të rachëm. Kur zgjoheni, ju e dini, sepse që të gjithë e ndjeni se kush është ora juaj biologjike, dhe sidomos edhe në lidhje me ushqimet, për të cilën keni probleme nga më të ndryshmet në lidhje me shëndetin dhe kjo është që jeni që ndjeni pa energji, që nuk arrini të realizoni ëndrat tuaja. Gjithsesi, ajo që kuptohet është që të gjithë ne në këtë kohë të ndryshimeve që kemi hyrë, ne që të gjithë e kuptojmë. Pyetja është, përse ne dëshirojmë të flejmë gjatë natës më shumë, gjatë dimrit më shumë? Dhe përse gjatë kohës pra verë ne jemi më aktiv, pra flejmë më pak, është kjo një gjë që ndodh sepse e ka krijuar shoqëria, apo është sepse është e krijuar nga krijesa për të cilën na ka dhuruar, pra jo vetëm drejtimet e jetës, juglindje, perëndim, veri, por edhe ndryshimin e stimeve, apo ekuinokset 12 orë ditë, 12 orë natë, apo edhe që tani në 20 mars fillon dita azjatit dhe në 20 dhjetor dita shkurtohet, por çfarë ndodh me orën tonë biologjike, për të cilën trupi jon, pra sepse është ky trup multidimensional, organet tona veprojnë siç u tregova, janë konflikt, janë jo në balans, është trupi jon nuk i përshtatet ashtu sikurse edhe natyra jon, pra po edhe natyra, sepse ne nuk jemi të lidhur me natyrën, ne jemi vetëm me atë bëj mbas materjes, është që ne kuptojmë që ka shumë ndryshime. Pra kemi ndryshime dhe kjo është që ne kemi blokada në trupin ton, sepse trupi, ky shpirt multidimensional, kjo zemër që punon 24 orë, nuk arrin të bëj funksionin e saj për të pastruar organet tona, për të krijuar hormone dhe ndërkohë për të qenë të rregull dhe për të qenë edhe të qetë. Pra nuk arrihet dhe kjo është që ne për të zgjuar nga gjumi ne vëm ora, edhe këto i kemi krijuar ne, zile, ente, tashe, të gjitha, pse? Sepse nuk ka balans në orën tonë biologjike, për të cilën na sjell pasoja në lidhje me shëndetin ton, apo në lidhje me arritjet tona, të ëndrave tona, të dëshirave tona. Dhe përse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse, që ta dini, kjo ndodh sepse shoqëria për të cilën ne vazhdojmë jetojmë, dhe që quhet dimensioni 3, dimensioni niveleve të energjisë së ulës,
punon akoma me evolucionin industrial për të cilën ishte shekulli 20, por ne kemi ju në shekullin 21, për të cilën akoma në këtë kohë, edhe pse është evolucioni digital, edhe pse në kohën e koronës ne u izoluam dhe asgjë nuk ndodh pa qëllim, ne u izoluam, ne filluam që përsëri jeta vazhdon, ne filluam të përdornim internetin dhe kjo nuk ishte pa qëllim. Pra filluam të punojmë, të mbajmë lidhje, edhe por çfarë ndodh është që në këtë moment duke qenë se vazhdohet me, edhe tani vazhdohet me të njëjtin ritëm, pra orare fikse, se po flas për kohën e gjumit, të zimit dhe të ushqimit, orare fikse të zyrave, orare fikse të punë të fabrikave, të ndërmarrjeve, edhe të shkollave. Nuk po flas për ndërmarrje dhe për zyra, po flas për shkollat, sepse është e ardhmja e të rinjve tanë, e fëmijëve tanë, e mbesave tona e tjera. Si mund të jetë orari fiks i shkollave, po marr këtë janë gjë aspekte jetës, po marr këtë sepse po bëhet fjalë për gjeneracën e re. Për arsye sepse ne kemi vuajtur dhe kjo është që unë jam sot para ju, shpirti po më tregon shumë gjëra për të cilat ajo që unë nuk e arrita në jetën time dhe po e arrita tani është sepse unë zgjodha të dua Dianën dhe unë duke zgjedhur Dianën zgjodha të lidhe me shpirtin tim, hapa zemrën, duke hapur zemrën, duke u lidhur me energjinë, unë u lidha definitiv me rrjedhën e jetës së ndryshimeve të universit, pra hapa sapi, duke jetuar ashtu si krijesa e ka krijuar këtë mrekulli për të cilën më ka sjell paqe, më ka sjell dëmshuri për gjithçka dhe për çdo gjë, për ju dhe për çdo individ, duke dërguar dritë dhe dashuri te këtë gjithë, sepse e meritojmë dhe paqe se është jeta pa stres, është e mrekullueshme. Unë nuk kam asnjë ndryshim nga ju, e vetmja ndryshim është që jam e lidhur me shpirtin, jam e lidhur me qiellin dhe me tokën që më ka dhuruar paqen e brendshme, jetën pa stres, edhe pse jetoj në këtë realitet për të cilën ne si shoqëri dhe prandaj po i tregoj, kemi krijuar pra pengesa, bllokada, duke vazhduar me këto orare fikse dhe sidomos dhe për fëmijët. Është vërtet, po marr Shqipërinë, që në Shqipëri lind dielli më përpara, sepse është juglindje, lind dielli më përpara, një orë përpara se këtu ku jetoj unë në Europë, në Perëndim. Pra çfarë do të thotë? Këtu është një orë më brapa. Dhe këtë është më zbuloj shpirti për të cilën unë po bëj më të mirën për djalin tim, ashtu sikurse edhe për mbesën, por edhe për të gjithë njerëzimin, sepse po e shkëlqej këtë dritë për të krijuar, për të dhënë dritën dhe për të kontribuar në këtë shoqëri, për t'i thënë stop në pjesën e dytë, do të them çfarë ne do të bëjmë. Pra çfarë bëhet fjalë? Fëmijët që zgjohen në Perëndim janë shkojnë në shkollë në orën 8, në 8:30 fillon, kur akoma këtu është, sidomos në dimër, është pra është errësirë. Edhe pse çdo gjë që bëhet është të kuptojnë që ajo që sjell kjo, që do ta jap në shenjën e dytë, që sjell kjo është që i bën jo vetëm fëmijëve, po dhe ne, sepse dhe ne do shkojmë në për zyra, apo në për punë në fabrika ku punojmë me tetash, apo punë private ditë natë të tjera. Çfarë ndodh është që ne krijojmë pra nuk ka rregull në paqen tonë, në pastërtinë e trupit tonë, pra kemi bllokada në rregullshmërinë për të ecur në jetë, dhe mbi të gjitha është që ne kjo është që ne nuk kemi pra nuk ka një rrjedhshmëri midis orës tonë biologjike që e ke çdo individ, dhe është kjo zona e vogël, truri i vogël që ka krijuar Perëndia tek ne, ndryshe mund ta quani edhe syri i tretë ose në gjuhën e shkencës pineal grand. Gjithsesi të kuptoni një gjë, kjo funksionon, kryen funksionin në ndihmën e orës biologjike, pra të regjimit në gjumin tonë, në zimin tonë dhe në ushqimin tonë, pra ndihmon. Por për sa kohë ne e kemi të bllokuar këtë, sidomos nga roli viktim, edhe pse ne jemi dritë, ky evolucion
do të na ndriçoj që të gjithëve hap pas hapi, sepse që të gjithë e duam dashurinë, që të gjithë e duam jetën pa stres, që të gjithë e duam që ëndrat tona e dëshirat tona të realizohen. Pra kjo na bën ne që të gjithë ne jemi të pra e kuptojmë që trupi jon nuk i përshtatet më sistemit për të cilën ka krijuar shoqëria dhe në këtë rast bëhet fjalë që të gjithë ne e kuptojmë që orari i ditës për të cilën ne duhet të shkojmë të punojmë me orën tonë biologjike është me të vërtet nuk e krijon këtë moment të qetë. Përkundrazi, ju i keni parë veten që të gjithë nxitojnë në mëngjes, nxitojnë pra që të gjithë sa ecim sa po përplasemi me njëri tjetrin. Pra pse sepse nuk ka paqe, nuk ka nxitim, frika se mos nuk je në orar, në punë e të tjera e tjera. Gjithë këtë e ka krijuar shoqëria. Por këto gjëra, këto stresore, janë që ju ndoshta nuk i ndjeni në moment, por këto janë pasoja për të cilët ju që ndiqni videot e mia jeni të gjeneratës së viteve 60, 70, 80, sepse e ndjen trupi tani me këtë evolucion digital për të cilën ka të bëjë me ne jemi, edhe pse jemi në rolin viktim, ne jemi dritë, ne kemi lindur në varësi të diellit, në varësi të nënësën dhe në varësi të planeteve. Dielli është ne kemi, pra ne do të jetojmë, ne do të vazhdojmë të jetojmë, sepse kemi ardhur në këtë tokë dhe do të punojmë për të jetuar, por jo të jetojmë duke punuar. Nëna hën është që na ndihmon, na lidh me shpirtin ton dhe është gjatë natës dhe prandaj është krijuar nata, është krijuar nga Perëndia me qëllim që këto organet tona të bëjnë pra zemra të vazhdoj të bëjë se është dritë, është shpirti, është informacioni, është zemra që na mban 24 orë në ditë dhe organet punojnë 12 orë aktiv, 12 orë inaktiv, pra është që kjo është që ne krijojmë, pra e kuptojmë që ne nuk i përshtatemi dhe tani duke qenë se ne nuk i përshtatet pra orari ditor për të cilën edhe kjo edhe në shkollat jo vetëm që janë njësoj, por edhe kur dalin nga shkolla, ju lutem, dhe kur dalin nga shkolla janë në një orar sa që shoqëria në mënyrë efikase, pra normat e shoqërisë ka krijuar autobusat e më thash dhe çfarë ndodh është fëmijët dynden se kush të kapi autobusin sa që duk po merret prym, pra çfarë krijohet dhe fëmijëve u jepet stres duke mbajtur orare fikse, pra edhe ndërkohë që çdo gjë sipas pra ora biologjike ecën me ciklet e jetës, edhe ne nuk kemi pse kemi orare fikse, por të ketë fleksibilitet, elasticitet, me qëllim që edhe ne të jemi të qetë dhe të ecim në ritmin ashtu si ndryshon natyra të ecim dhe ne pra ora biologjike për të cilën krijesa na ka dhënë në trurin ton këtë organ të vogël, por që është ora me të vërtet hynore biologjike për të ecur në ritmin e sezoneve, ashtu si ndryshojnë stinët, jemi dhe ne pjesë, sepse edhe ne ndryshojmë, pra ne nuk jemi më fëmijë, pra fëmija arrin 9 muaj në barkë, del, mëson, ndihmohet nga prindit, mëson dhe krijon. Por në qoftë se ne do të vazhdojmë me atë që trupi jon nuk i përshtatet të ritmit të normave të shoqërisë, ne do të ndjejmë ashtu si po ndjejmë ne tani, brezim të viteve 60, 70, 80, që nuk po jetojmë, por mbijetojmë sepse shumica besojnë dhe në ilaçet, ndërkohë që ju e dini dhe vetë që njëri ilaç e dini, ju jeni të vetëdijshëm, njëri ilaç bën mirë dhe tjetri pasoja, dhe nuk e lini që gjatë natës të krijohet mrekullia, duke krijuar ritmin e gjumit tuaj, pra të krijoni ju orën biologjike si ju e doni, po si mund të krijohet kur ju shihni televizor ditë natë, show e filma derivon, si mund të krijohet kur ti do të nxitosh, të vraposh të shkosh në punë se duhet të punojnë për të jetuar e tjera, por këto gjëra
jemi ne kemi krijuar këtë shoqëri, ne kemi krijuar këtë, nuk është krijuar nga krijesa. Dhe në të dytën është që çfarë duhet të bëjmë? Ne duhet me të vërtetë të heqim dorë nga bota që ne kemi krijuar dhe në këtë rast edhe nga koha për të zgjatur ditën artificialisht. Ju e dini që gjithë qëllimi dhe sidomos në fund të marsit apo edhe në fund të tetorit fillon e ndryshohet prillit, mars prill, pra fillon të ndryshojnë të zjasin ditën. Ndërkohë që ajo që duhet ditë, pra bëhet fjalë që duke zgjatur ditën të kemi sa më pak natë. Por si mund të kemi sa më pak natë, kur shumica ju e dini shumë mirë që ju kërkoni të flini pra gjatë dimrit më tepër se gjuhet dhe gjatë verës jeni më aktiv. Kjo është krijuar dhe kështu duhet të krijoj shoqëria. Por që të krijoj shoqëria jemi ne pjesë e shoqërisë. Pra gjëja më e ndërlikuar është se ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Pra kjo është ndërlikuar, ne duhet të pranojmë që ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Por që të pranojmë që kemi nevojë për njëri tjetrin, jo në nevojë në dashurinë në nevojë, por dashuri për të hapur zemër, për të ndjerë dëmshurinë, për çdo gjë që na ka krijuar krijesa në këtë tokë për të cilën sot për sot është jeta. Dhe kjo është edhe nëse ne do të pranojmë pra ndryshimet, është ne duhet të bashkohemi për të thënë shoqërisë, pra ne jemi shoqëria dhe në këtë rast për ndryshimet, për të ndaluar ndryshimet e orës sociale. Pra të hiqet dorë, një mrekulli është Anglia nuk e ka pranuar këtë, jeton me orën biologjike si e ka krijuar krijesa dhe është një mrekulli dhe mos ju vi çudi që Anglia është në përgjithësi edhe një vend evropian, edhe pse është vetëm në krahasim me gjithë Europën, është vend me të vërtetë po të shkosh atje dhe njerëzit janë të mrekullueshëm. Kudo janë njerëzit të mrekullueshëm, kudo, por të kuptoni që ne jemi të lënduar dhe pa e kuptuar ne lëndojmë njëri tjetrin sepse jemi në rolin viktim dhe sidomos populli në Shqipëri për të cilën akoma jetoni me traditat e vjetra që na kanë lënë në varfëri. Tjetër është ajo që ne duhet të shpresojmë, është që ne mund të shpresojmë sepse ne jemi kemi hyrë në shekull 21 dhe është koha e ndryshimit digjital. Pra që të gjithë e dini dhe kjo është një mrekulli që njerëzit po vetëdijsojnë. Pavarësisht se ne ka dhe njerëz për të cilën e kanë bërë telefonin, pra si diçka janë bërë si thua varësi, nuk mund të rrim pa të. Edhe atëre kur nuk dërgon vetë Google dërgon mesazh që për shembull motrat ka çuar një mesazh. Përkundazi, edhe kur e ke kështu duhet patjetër. Më po këtu telefon kudo, edhe kur hani, edhe në shtëpi, ju të lidheni me njëri tjetrin. Pra kjo është një varësi dhe pa e kuptuar, ju duke qëndruar me telefonin sepse është dhe ajo është një energji, është dritë, pa e kuptuar ju telefoni duke dëgjuar lloj gjërash në një kohë që ju bën ju, pra të kaloni si thua kohën për të marrë pa e kuptuar në këto momente ju merrni energji nga më të ndryshmet, ndoshta dikush zemrohet, ndoshta dikush xheloz, ndoshta dikush merr informacion që të shërben ty, por ajo që është bërë aq shumë varësi sa edhe para se të flini gjumë do ta keni telefonin mundësisht edhe në atë që quhet ajo komoja juaj dhe kjo ju prish ritmin e orës biologjike, pra zonës vogël që ka krijuar në tru universi, krijesa jon Zoti ç'a doni të burimi, për të cilën kjo është që keni pasoja edhe në gjumë e tjera. Pra ne kemi krijuar këtë lloj shoqërie. Ne lejojmë për të bërë sistemin e dritës artificiale. Jemi ne. Por çfarë ndodh duke u bërë të vetëdijsuar është ne do ta pranojmë këtë evolucionin digjital. Ne do ta pranojmë sepse është një zhvillim i mrekullueshëm që na ndihmon ne si që njerëzore,
por ne duhet të bëjmë të vetëdijshëm se si ta përdorim kudo. Edhe një nga gjërat kryesore duhet të bëjmë të vetëdijshëm, sepse edhe televizori, edhe filmat e çfarë japin informacion, po shënim, ju duhet të dini se ata japin qëllimin, dhe qëllimi është efikasiteti, dhe në këtë rast në orën biologjike, duke zgjatur, duke ndryshuar orarin, pra duke dhënë dritë artificiale për të zgjatur ditën. A është kjo, bëni të vetëdijshëm, a është kjo për ne? Sigurisht jo. Prandaj në këtë rast duke qenë edhe duke përdorur, duke planuar që është koha e evolucionit, pra të përdorimit të internetit, sepse çfarë ndodh me ne? Duke patur internetin, ne për shembull gjatë kohës së dimrit ne mund të punojmë në shtëpi, dhe sepse mund të punojmë në shtëpi, dhe kjo na bën që ne të flejmë gjumë më gjatë. Pra është e mundshme. Tjetër, ora duke mos qenë fikse, ne kemi internetin, dhe nëse trafiku mund të bllokohet, dhe bllokohet sepse ne mund të prishet një makinë, mund të ndodhi një aksident, sepse mund të ndodhin këto gjëra. Pra mund të ndodhi, mund të pushoj në makinë, mund të pushoj zemra, dhe ai tjetri që të ndjek nga mbrapa mund të ndodhin këto gjëra. Pra mund të bllokoj trafiku, atëre duke patur internetin, pra duhet na tregon, na jep informacion që ne të marrim drejtime të ndryshme. Dhe ndërkohë industria, ajo evolucioni digital do të na bëjë që ne akoma më shumë të bëhemi edhe më të mençur, dhe kjo është ne duhet ta lejojmë, dhe mjaft nëpërmjet programeve të ndryshme televizive apo politike të tjera, njerëz të ndryshëm për të cilën janë kundra procesit të digitalizimit. Unë nuk jam për këtë, ajo që duhet jeni të kujdesshëm është që të dini të përdorni telefonin për gjërat që me të vërtet ju japin efekt ju, për ato që ju rrisin energjin ju, për ato që ju bëjnë ju të mençur edhe të arrini të kuptoni për atë që ju bën zemër, por që të arrini në zemrën juaj të kënaqur, ju duhet të pranoni me të vërtet ndryshimet. Pse? Trupi jonë, sidomos e gjeneracës shekullit 20, i ndjen këto ndryshime, i ndjen, nuk i përshtatemi, sepse ju shihni te fëmijët tuaj, që fëmijët tuaj bëjnë gjëra ndryshe nga ju, dhe është e vërtet, por kujdese, dhe fëmijët tanë kanë nevojë për kuptimin e të mos përsërisin të metat tona, pra si thua është një lloj lidhje, ne duhet t'i japim rinis, duke krijuar gjërat që ne kemi pasur bindje edhe në këtë rast oraret fikse, për të cilën na kanë dëmtuar nga shëndeti, por edhe rinin ta lëm, sepse ata janë me energjinë e epokës internetit, ata çdo gjë e bëjnë nëpërmjet digitalizimit, dhe është një mrekulli, sepse kjo është metoda më e mrekullueshme për të hequr plagët e planetit ton, sidomos të manipulimeve, të dështimeve, të pengesave, të blokadave. Prandaj ne duhet të shpresojmë dhe ta lejojmë internetin të bëjë punën e vet, nga çfarëdo lloj, ju e dini si u filloi lidhje telefonike. Në fillim ishin me telefonat e vogla, pastaj gabina me botën jashtë, mas gabinave telefona me mesazhe dhe vetëm telefon, tani me zhvillimin akoma dhe më shumë do të zhvilloj. Prandaj le ta lejojmë, ne jemi që e krijojmë shoqërinë, dhe prandaj është ajo që është delikate për ne për të lidhur me njëri tjetrin, por është koha që ne duhet të bashkohemi dhe të krijojmë atë që ne na jep lirinë, dhe ky është evolucioni i kohës së tanishme për të cilën e ka marrë qielli në dorë, dhe besoni apo nuk besoni, ja frekuencat e larta në qiell dhe në tokë, për të cilën po japin mençurinë e dritës hyjnore, sepse ka të bëjë me vërtetësinë e dashurisë, pa kushte, të dhëmshurisë, të jetës pa stres, të falendëruar edhe për gotën e ujit që kemi ujë, por edhe për gjithçka që kemi, dhe duke qenë minjohës, më që jam e shëndetshme dhe jam
me familjen, me njerëzit, me rritjen time, sepse ne po rritemi jo vetëm personalisht, me veten tonë, por edhe profesionalisht, pra ne jemi krijues dhe kjo na bën që ne të lidhemi me njëri tjetrin dhe të krijojmë shoqërinë e re për të cilën doni apo nuk doni. Kjo epokë e shekullit 21 është epoka e zgjimit shpirtëror, hapasapi e rritjes shpirtërore, e ndriçimit shpirtëror, sepse kjo është që krijon harmoninë e njerëzve dhe do të hyjë në pikën e 4 për të cilën ka të bëjë atë kush është njeriu. Dhe me të vërtetë unë dua t'ju tregoj me dhimbje dhe me të vërtetë me dhimbje në kuptimin unë e ndjej dëmshmërinë për të gjithë dhe për çdo individ, e di që ne si qenie njerëzore jemi me të vërtetë shumë të lënduar, sidomos gjeneraca 60, 70, 80, por edhe fragmente për të rinj, sepse ka akoma pengesa duke vazhduar nga shoqëria, nga njerëzit të mençur që janë në krye dhe që vazhdojnë të përdorin pra fuqinë edhe mençurinë për përfitime. Kjo detyrimisht këtë shekull 21 hap pas hapi dhe këto 20 vjet do të ketë ndryshime, është ne meta dhe është që ne vazhdojmë të kontrollojmë mjedisin. Dhe jemi ne vetme duke folur për orën biologjike, jemi ne si që njerëzore duke krijuar kalendar nga më të ndryshëm, apo ora të ndryshme të tjera në kuptimin pra orare të tjera që përfundimisht kthehet në kurrizin ton, pra ne bëjmë sklever të këtyre teknikave për të cilën ka krijuar vetë ne si qenie njerëzore. Por këto janë krijuar sepse është një nivel i ulët i ndërgjegjësimit në dimensionin e tretë, pra ndërgjegjësim me nivelet e ulta të energjive, pra në këtë rast me përfitime, me manipulime, me korrupsione, me të tjera. Dhe kjo është që ne duhet të kuptojmë që ne jemi të krijuar si qenie njerëzore dhe në këtë rast ora biologjike, sepse ne jemi kafsh. Ashtu si kurse ne duhet ta pranojmë që me të vërtet ora biologjike e jonë është sepse edhe ne jemi si kafsh. E vetë një ndryshim është që ne universi na ka biruar si qenie njerëzore, pra këtë tru, pra ne jemi që komunikojmë, ne jemi që flasim me njëri tjetrin me një nivel më të lartë dhe ne kemi mundësi krijuese, pra ne jemi e kemi këtë busull në zemra jonë që kemi informacionin nga qeli, nga frekuencat e larta të pastra, sepse ne kemi këtë lidhje, ne jemi dritë, përderisa ne erdhëm në këtë jetë me frymë, ne e lëm me frymë, përderisa ne jemi me energji, sepse ju e dini, nga mosha e vogël deri në 30 vjeç energjia është në rritje, masane ne e dim që energjia është pa nga pak, sepse është trupi fizik që duam apo nuk duam është e krijuar, por ku ne qëndrojmë e lëvizim trupin, ku ne vazhdojmë ham shëndetshëm, ku ne krijojmë orën biologjike për të fletur pra me ritmin natyrës, pra ne të pranojmë që ne jemi kafsh, dhe kur them kafsh, ashtu si kafshët, pra jemi turm, dhe si turm ne duhet jemi të lidhur me njëri tjetrin, dhe si kafshët fluturojnë dhe nuk përplasen me njëri tjetrin, dhe ju e keni parë nuk përplasen, ashtu jemi dhe ne si qenie njerëzore, pra nuk përplasemi, vetëm kjo është që ne të kuptojmë që ne jemi një qenie njerëzore që u krijesa na ka dhënë një tru me mundësi të pakufizueshme, për të cilën kjo djanë që është para jush, sot në këtë nuk e kam patur këtë edhe kur isha në moshën 20 vjeç, edhe pse isha me energji. Pse? Sepse energjinë atë kohë për të cilën unë u rrita ishte në nivelet të ulta. Si mos ishte në nivelet të ulta, të mësosh, të ishe izoluar dhe të merrje vetëm mësimet që jepte për Enver Hoxhën, për çfarë kishte bërë Enveri, për një individ. Sigurisht, a na duhen ne këto tani, pra çfarë do të thotë, në atë kohë njerëzit që ishin sekretar të parë në kohën time të rinis, ma vodhën atë talentin që u kisha. Dhe kush ishte talenti? Unë isha komunikues, sepse e ardhur në këtë për të shërbyer
botës së re, si një krijuese në këtë rast, si humanitare, dhe prandaj po e kryej. Po që të gjithë ne e kemi, që të gjithë e kemi si pas nivelit të rritjes tonë, si pas vit, çdo vit ka pas një temë, dhe që të gjithë ne kemi këta, po që të arrim këta, është ajo që është koha që ne do të lidhemi, pra ne kërkojmë të lidhemi me burimin, dhe kjo ka filluar. Pra njerëzit po kërkojnë tani të gjejnë vendin e tyre në këtë univers. Pra çfarë do të bëj unë në këtë? Edhe prandaj po ja u tregoj këtë. Mbi të gjitha, kur ne lidhemi me veten tonë, kur ne duam veten tonë, ne kemi mundësi që të bëjmë të shërbim të tjerëve, por edhe në tërësi gjithë universit të boqëm, sepse ne kemi këtë mundësi, ne jemi tu, ne jemi një lloj si kafshët, që duke u bashkuar me njëri tjetrin, ne nuk mund të bëjmë gjëra vetëm, por ne të bashkuar ne mund të bëjmë gjëra të mëdha. Prandaj ne do të vazhdojmë të ecim në rrjedhën e ndryshimeve të universit, për të cilën jetën që ju e doni që të arrini ëndrat dhe dëshirat tuaj arritën vetëm atëherë kur ju ecni në ritmin e ndryshimeve kozmike, frekuencë, pra të mendimeve, si keni mendimet, si keni fjalët, si keni veprimet, sjelljet, por ndërkohë dhe ndjenjat tuaj, si janë këto ndjenja? A janë ndjenjat e dëmshërisë? A janë ndjenjat e bukurisë së jetës për të ndihmuar njerëzit, jo në nevoje të tjera, pra po thjesht sepse duhet. Edhe kjo është në krijesa na ka krijuar duke qenë bashk, dhe kjo është koha tani që ne do të bashkohemi, sepse bëhet fjalë për evolucionin digjital, për të na ndihmuar ne si që njerëzore, për të jo vetëm ne si njerëz që jemi zgjuar shpirtërisht na ndihmon shumë, sepse ne japim informacion direkt, pra direkt, dhe njerëzit që rezonojnë me ndjekin, por ne shërojmë dhe plagët e planetit, duke dhënë vërtetësinë e mësimeve të universit. Prandaj besoni në veten tuaj, se kur ju keni besuar në veten tuaj, keni besuar në plot fuqi. Bekojeni veten tuaj, se keni bekuar shpirtin tuaj, që ju do më shumë, dhe pranoni këto ndryshime duke u lidhur me energji, sepse jemi energji, duke u lidhur me frymët tuaj. Merrni frymë kur ndjeni që nuk ndjeni mirë, merrni frymë të thellë, vërdorën në zemër, me një frymë të thellë, ndjej ritmin e zemrës. Kur zemra është duke rrahur fort, do të thotë që do të tregoj diçka. Çfarë ishte në atë kohë? Çfarë ndodhi në atë kohë me ty? Çfarë ishte duke parë? Kur zemra ka ritmet e javashme, tregon, hey, ti je qetë. Tani, merr një vendim çfarë do e tjera. Pra dëgjoni zemrën, hapni zemrën, dhe t'jeni të sigurt që do të merrni frymë rehat, pra nuk keni pse nxitoni, por jepni kohë dhe familjes vetes tuaj, familjes tuaj të gjithë, se asgjë nuk do të marri me vete, nëse ju do të rrini në zonën e ratis, duke u lidhur mbas materjes, dhe shumica, sidomos në Shqipëri, po i shisni shtëpit për të shëruar. Dhe çfarë punuat gjithë jetën, jo vetëm që harruat të lidheshin me fëmijët tuaj, por edhe tani e ndjeni dhe veten ndoshta të vetmuar. Gjithsesi, lidhuni me veten tuaj, se është koha, dhe ju ndihmojeni, dhe sa më shumë ne të bëjmë për njëri tjetrin, sa më shumë ne të japim, aq më shumë dhe ne të marrim, sepse ne ecim në rrjedhën e orës tonë biologjike, duke i dhënë bukurinë e jetës. Jemi ne që e krijojmë atë që ne duam. Dhe kjo arrihet vetëm duke hapur zemrën, dhe ka ardhur koha. Dhe më mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.